Restaurimi i objekteve që kërkojnë ndërhyrje emergjente në zonën historike të qytetit të Shkodrës mbetet një nga sfidat më të mëdha të drejtorisë rajonale të trashëgimisë kulturore. Sipas drejtueses së këtij institucioni, Amila Gjyrezi, pengesat kryesore lidhen me problemet e pronësisë, të cilat kanë vonuar zbatimin e projekteve për rivitalizimin e këtyre godinave historike. Sfidat meten të shumta, sepse për sa i përket edhe qendrës historike, po dhe gjithë zonës së mbrojtur, një nga problemet më të nënlikuara por që gjejmë vështirësi lidhet me banesat monument kulture. Kjo është mjaft, sepse shpesh kemi të bëjmë me shumë bashkëpronar, përfshi edhe persona që jetojnë jashtë vendit, që në një farë mënyrë janë pjesë familjar të monumentit, ose mund të jenë edhe pa identifikuar. Kjo është një nga vështirësi. Kjo vështirëson ndjeshëm ndërhyrjen për restaurim, pasi kërkohet pëlqimi plot ligjor i gjithë pronarëve. Gjyrezi thotë se pavarësisht pengesave, në bashkëpunim me institucionet vendore dhe ato qendrore, po punohet për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme dhe sa më të shpejtë. Vetë qyteti mund të ketë edhe 5-6 banesa që janë në rrezik shemje, pra që kanë më vështirësi, edhe aty po punojmë për projektet, për realizimin e projekteve totale. Aktualisht Shkodra ka rreth 150 objekte të certifikuara si monumente kulture, shumica të cilave janë banesa tradicionale me vlera historike dhe arkitektonike.